Rrugët e Tetovës gjatë orëve të natës shndrohen në pista të MotoGP-s. Motor sportiv lëvizin me shpejtësi shumë më të madhe se sa shpejtësia e lejuar, duke shkaktuar rrezik për pjesëmarrësit në komunikacion, por edhe komsorët. Megjithatë, zhurmat që krijojnë po del si problem shtesë që shqetëson qytetarët, sidomos fëmijët, njerëzit e sëmurë dhe të moshuarit. Qytetarët e anketuar nga televizioni Koha thonë se policia e Tetovës duhet të shpeshtojë kontrollet sidomos gjatë orëve të natës, kur këto shoferë të papërgjegjshëm shkaktojnë zhurma që shqetësojnë banorët. Shteti duhet të funksionojë. Çfarë shteti duhet të funksionojë? Policia natën flan. Ditën dënojnë këtu, nëse natën nuk bëjnë kurrë. Nuk janë vetëm motoristat, janë edhe veturat që janë me tagra zvistrës. Ato budallakin e veç verës i shoh. O rreziku për krejt se janë si hajvana vozitin. Shkurt. Incizoni ato si vozitin dhe shifni. Bile pramun e do isha me incizon njënin, qka bani para gjyqit? U rotullu. Shkurt. Edhe me takra zvistër, zvistërant, se tonët jo. Ato vartë jo. Би било убаво кога би се ставило под контрола. Do të ishte mirë nëse do të vihej në kontroll. Pozisin në mënyrë shumë të paregullt, jo vetëm si shofer, por dhe si kombësor duhet të kemi kujdes. Ata i planifikojnë resurset, megjithatë duhet të organizohen dhe të ketë më shumë kontrolle. Po një dëgjojmë një rajmë fshata gjë, ma jo nuk kanë rregull. Shtash ata kush si punën e vetë. Shumë të kohë natës, dikush shkon punë, dikush shkon smund, nuk tolerohen, po. Apeli ju i cili është drejtuar policisë, institucioneve, a duhet marrin më shumë masë, më shumë kontrolla? Më shumë kontrolla që ti ndalojnë me kohë të caktuar ti përdorin, jo pa kufi. Çfarë është policia ime? Farë se prezemi kazni dhe si. Duhet të marrin masa diçka policia, të gjobiten dhe kontrollojnë. Duhet dikush të ndalojë, ata nuk mund të veprojnë si që ju kujtohet. As helmeta nuk mbajnë, as asgjë, nuk respektojnë asnjë rregull. Është kërcënim për sigurinë e këmbësorëve dhe qytetarëve. Nga policia e Tetovës tonë si i kanë ashpërsuar kontrollet, megjithatë fakti që çdo natë më shumë shtohen zhurmat dhe numri i motorëve që bëjnë gara flet ndryshe. Pjesët më problematike të qytetit janë qendra, rruga industriale si dhe bulevardi i ri që të shpije në fshatin Poroj. Këto rrugë të drejta dhe pagropa motoristëve të papërgjegjshëm u ngjasojnë në pista garimi, pa marrë parasysh se aty mund të ketë qytetar që mund të aksidentojnë ose të shqetësojnë me zhurmat që i krijojnë. Pavarësisht se shumica e motoristëve respektojnë rregullat e komunikacionit, veprimet e një pjese të papërgjegjshme vazhdojnë të rrezikojnë sigurinë publike dhe të shqetësojnë banorët. Për shpejtimet e skajshme, garat në rrugët urbane dhe zhurmat e tepërta nuk përbëjnë vetëm shkeljet e ligjit, por edhe mungesë respekti ndaj qytetarëve që kërkojnë qetësi dhe siguri. Banorët presin që kontrollet të mos jenë vetëm sporadike, por të vazhdueshme në mënyrë që rrugët e Tetovës të mos shndrohen në pista garash gjatë natës.